إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtetë falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allah subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. E atë që Allah e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetëm dhe pashok është ai që e meriton adhurimin, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, frikësohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos vlisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, frikësohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju në një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej Tij krye bashkëshortët e Tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krye shumë burra e gra. Frikësohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja fare fisnore, se me të vërtet Allahu është mbi mbikëqyrës. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, frikësohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju mundësoni ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayru al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë rësit në fe. Çdo rësi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, qëndrojmë sot në disa ajete në Kur'anin Kerim, nga surat Fussilat, për të përkujtuar, për të pëshuar rrugtimin, për të pëshuar
karakterin, për të bëshuar peshorën ton, për të bëshuar veprat, duke u përkujtuar me fjalën e Allah subhanahu wa ta'ala. Ta dim se cila është më mira, cila është e duhura, cila është obligimi, cila është forma e trajtimit të çështjes, cila është mënyra e trajtimit të jetës, si e shikon besimtari dhe si peshon rrugën në të cilën ai ecën në këtë jetë. Sigurisht që nuk është në unin e asnjërit, e as në zakonin e tij, e as në traditën e tij. Përveç në rast të shumë të ralla, për zakonin dhe tradita nuk përkasen me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në to ajete kuranore, ajete 33, 34, 35, 36 në surën Fussilat. Është për rëndësi që njeriu të përkujtohet me tërë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe her pas here, kur lexon librin e Allahut azza wa jall, që kuptohet besimtari i mirë, ka një takim të përditshëm me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Takimi i cili i ndryshon atij zemrën për mirë, ndjenjat, punën, përkushtimin, i friksohet zemra dhe i loton syu. Jo takim që nuk din momentin në të cilin ai hyri në të, e as në momentin që doli prej tij. Takime të këtij niveli janë takime që zakonisht shtyhen nga ndonjë fatkeqësi, goditje, që kështu njeriu kërkon në këtë mënyrë të zgjidhë apo të riparojë sa do pak situatën, dhe jo takime të shtyra nga bindja, dashuria, frika, devotshmëria, përkushtimi dhe besimi i thellë që e pret njeriu në botën tjetër. Të dy këta njerëz kanë hyrë në këtë takim, por kanë hyrë nga dyert të ndryshme, dera prej së cilës ti hyn në mirësi, e një mas të madhe prej saj tregon nivelin e përkushtimit dhe të vazhdimësisë, illa in inshallah, përveç nëse Allahu azza wa jall don që ky njeri të bëj kthes, dhe të riparoj dhe të rindërtoj me qëllime të pastërta rrugtimin e tij ashtu siç duhet. E thënë thjesht, lidhesh me librin e Allahut azza wa jall çdo ditë. Po jo 5 ditë në vit. Je në gjendje depresive, po lexoj pa Kur'an. As nuk e din se kur hyre, as nuk e din se kur dole. Këto 5 ditë ti je i barabartë me ata të tjerë që lexojnë, ti po lexon dhe të tjerë lexojnë. Por të tjerë lexojnë gjatë gjithë vitit, se kanë një takim të përhershëm, të përjetshëm me librin e Allahut azza wa jall. Takimet të tilla janë ata që japin ndryshimin e prekshëm në këtë jetë. Dhe është e rëndësishme ekzistenca e këtyre takimeve, me çdiseve, përkujtimeve me librin e Allahut azza wa jall. Dhe për të ndihmuar dhe për të përkujtuar të gjithë ne dhe vëllezërit tanë në besim, her pas herë marrim nga libri i Allahut apo suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam fragmente me të cilat përkujtohemi, që kur vi rradha e leximit ty tek sura të Fussilat, tek këto ajete 33, 34, 35, 36,
e kujton shpjegimin, e kujton përkujtimin, dhe është një përkujtim i dytë apo i tretë, lehtësimi jote. Dhe në vazhdimsi lidhesh me librin Allahu Azza wa Jall dhe edukohesh në të. Allah subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'anin e Kerim: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ky është ajeti i parë. Kush e ka fjalën apo veprën më të mirë? Mënyrë pyetje për të mohuar të kundërtën e saj, që do të thotë askush nuk ka fjalë apo vepër më të mirë se ai i cili i thret njerëzit në rrugën e Allahut Azza wa Jall, i thret njerëzit në besim. Fjala më e mirë, vepra më e mirë, rruga më e mirë, cila është rruga e atij personit i cili i thret njerëzit në besim. Ka ardhur sot për xhumë, ai e përpjekur të sjellësh me të tjerë në xhami që të përkujtohen në fjalën e Allahut Azza wa Jall, që të jesh pjesë e këtij grupi, të jesh pjesë e kësaj mirësie e cila ka arritur mëret e mirësisë, duke u referuar fjalës së Allahut subhanahu wa taala: "Wa man ahsanu qawla." Kush ka fjalë më të mirë në formë mohuese që nuk ekziston asnjë fjalë, asnjë vepër, asnjë rrugë më e mirë se atij i cili thret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E tillë është çështja për atë njeri që bën këtë gjë dhe për atë njeri që bën çdo gjë që i shërben kësaj gjëje. Si për shembull të jesh talibu ilmi, të jesh zënës diturie, kërkues diturie, do të bëhesh thirrës në rrugën e Allahut, duhet të mësosh. Që ti trasësh njerëzit me dituri. Kul hadihi sabili, thuaj kjo është rruga ime, ad'u ila Allahi ala basira. Tras tek Allahu Azza wa Jall me dituri. Ana wa man ittaba'ani. Ai që më ndjek mua. Unë dhe ai që më ndjek mua. Kjo është rruga e thirrësve tek Allahu subhanahu wa taala në besimin e tij. Ndjek rrugën e diturisë, mëson. Që fjalët e veprat e tij të jenë të pëshuara me dituri. E që të trasin njerëzit me dituri, e që të jetë fjala e tij, vepra e tij, rruga e tij më e mira ndër gjithë fjalët, veprat dhe rrugët që njerëzit flasin, veprojnë apo ndjekin. Wa amila salihan. Punon dhe veprat. I tret tjerët në besim, në rrugë të mirë, punon dhe vetë. Jo t'i thrasin dhe mos punon. I tret dhe punon. Wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Punon veprat mira dhe thotë unë jam musliman. Unë jam i dorëzuar ligjit dhe urdhit të Allahut subhanahu wa taala. Unë jam person që nuk them, unë kam rrugën time. Por thot min al-muslimin, nga musliman, çfarë do të muslim? Al-istislamu lillah, i dorëzohesh Allahut. Fjala muslim do të thotë i dorëzuar. Nuk duket pamja jote o njeri, pamje e një të dorëzuari, kur du unë po më hypën nervat mu, po mërsita unë, po bona unë, po më dha truni mu, gjë e parë që shkon, impakti i parë që len, kur ti flet kështu, është jo ai i muslimanit. Gangster, po e ke përzi me Pakistan. U të khullu fi silmi kafe, hyni në islam plotësisht. Hiqe unin tëndë, se ka pas bura më të mirë se ti që e kanë hedhë unin e tyre për tokë, dhe e kanë shkelur me këmbë. Si që ishte Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. E a din ti se kush ishte Umar ibn al-Khattab para islamit? E a din ti se kush ishte Umar ibn al-Khattab në islam? E sahabe, plot.
edhe mbretër, princa, kur hynë në Islam, ju dorëzuan Allahu azza wa jalla. Dhe nuk thanë atë që ti thua, unë wa ana min al-muslimin, unë jam nga muslimanët, i dorëzohesh Allahu azza wa jalla. Thjeshtësohesh. Allahu thot, në ajetin tjetër në vazhdim, dëgjoj se këto ajete, 4 ajete, po ti kuptosh, po ti besosh, të drejtojnë gjithë jetën. Gjithë jetën. E di që ti bëjnë ati unit tëmë, për drejtë ta bëjnë nyje, e së ngrehet më nëse ti punon me këto ajete. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Nuk parazohet, nuk krahasohet e mira me të keqen. E mira me të keqen. Allahu azza wa jalla e ka mohuar mundësinë e një gjëje të tillë, e naj'alu al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. I bëjnë muslimanët si kriminalët, nuk parazohen. Me çfarë mënyre, me çfarë forme ju logjikoni. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Nuk parazohet e mira me të keqen. Idfa billati hiya ahsan. Largoje të keqen. Largoje me atë që është më e mirë. Jo me garplëk, me gamsëllëk, por largoje me më të mirën. Në momentin që fryhesh dhe gatufesh, ti e thjesht një gatufje dhe fryrje e shejtanit, e iblisit. Mos mendo se është kjo krenaria muslimani është krenar, unë s'jam qëtu që të kthej faqet këto te unilatët e shejtanit, njerëzit e tije si kuptojnë mirë, i di mirë. Idfa billati hiya ahsan. Largoje të keqen në mënyrën më të mirë. Largoje të keqen në mënyrën më të mirë. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu, do të shohësh, nëse ti bën këtë gjë, do të shohësh se personi me të cilin ti ke armiqësi, adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Do të thërë si ti një shok, mik i dashur, bërëzem. E mira, vjen një moment të ta thyë atë, të ta kthejë. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Do të shohësh se personi me të cilin ti ke armiqësi do të kthehet një mik i ngushtë dhe i dashur. Ky është për kujtim? Është për kujtim? Sigurisht që është për kujtim. Për ta ditur ti rëndësinë e këtij përkujtimi, vazhdo në ajetin tjetër. Ajeti i cili ti peshon me të vetën tënde, punën, fjalën, jetën, metodologjinë, karakterin tënd. Wama yulaqaha. Këtë këshill, këtë parim, këtë virtyt nuk e merr, nuk e përfiton, nuk e zotron, nuk e posedon, nuk punon me të, illa alladhina sabaru. Përveç atyre që janë durimtar. Nëse ke humbur durimin, nuk je i durueshëm, unë nuk i duroj të gjëra. Me mu s'ka lojnë, unë jam qëtë. Plasë robi duke përmendur unin e ti. Ku e në Islam? Ku është Islami? Ku nga më qesi dhe në dalë, fletëllur për unin të, pse i tu vetës musliman, jam dërzuar. Gënjenti. Dhe kur bën dhikin e sabahut, dhe kur bën dhikin e mbrëmjes, gënjenti. Tu ala ahdike, o ahdike më stëpa. Jam në besën që të dhënë në përtim, sa ka mundësi. Po ti nga më qesi dhe në dalë të uni. Ti, pra është ai njeriu që përpiqemi ta riparojmë, i cili mund të jem unë, ti, ne të gjithë. Po flasim për një individ të menduar
me cilësi negative për ta riparuar. Jo ti që je thjesht përpara meje. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Këtë këshill, këtë porosi, këtë virtyt nuk arrin vetëm se durimtar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Nuk e merr këtë gjë, këtë virtyt vetëm ai që ka fat të madh. Do ta dish nëse je fatlum apo jo, fat madh apo jo, nëse do ta dish a je i durueshëm apo jo, do ta dish je nga kjo ajka e përzgjedhur apo jo, shiko se si e kthen të keqen. Të keqen që do vjen si e kthen me 10 të tilla, apo e kthen me durim, apo e kthen me të mirë, me devotshmëri, dhe këtu e kupton se kush je ti dhe çfarë je. Këtu Allahu Azza wa Jalla na tregon fjala drejt, rruga drejt, besimi drejt. Njeriu ecën në jetën e tij, edhe pa tjetër që do të ketë armiqësi. Dhe të tregon Allahu Azza wa Jalla se si të sillesh me armiq nga lloji është, pra me njerëz. Një armiku nga njerëzit, largoje me të mirë. Dhe do ta shohësh që do të kthehet një ditë, nëse nuk kthehet, Allahu Azza wa Jalla ta lëson të sprovën e tij. Cilën e tij. Po e arritë këtë cilësi, tregon që ti je në një mirësi të madhe, tregon që ti ke një virtyt të madh dhe ke fat shumë të madh, je fatlum. Kështu sillu me armiqt tuaj nga njerëzit. Po njeriu në rrugtimin e tij ka dhe armiq, jo nga lloji i tij. Armiq nga shejatinët. Allahu Azza wa Jalla të kalon pa udhëzim në këtë pjesë. Po në këtë varg ajetësh, gjen mënyrën se si të sillesh me armiqt. Edhe në shkurt thjesht që ta kuptosh, të është treguar rruga dhe do është treguar në rrugë të kesh sprova me fisi, të tipit të armiqësisë, nga njerëzit cillu kështu, nga qindët cillu kështu. Pra, do më gjatë se kaq, kjo është gjatësia më e madhe. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nëse të vinë çytje nga shejtani, shpirësi e madhe të kuptosh që kjo që ka ardhur ty është çytje. Se problemi më i madh ekziston që ajo që të vjen ty i thu burëri, pekuri, karakter, se jam legëm. Unë jam kështu, unë jam ashtu, dhe i jep shpjegime fetare, merr në një fragment nga historia këtu atje të shkudur nga konteksti, tërësisht nga konteksti, apo qoftë një gabim që ka ndodhur në histori, se njerëzit nuk janë të pagabueshëm. Përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shariatin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe emër atë pjesë dhe ndërton metodologji trajtimi të gjithë fragmenteve të jetës tonë. Dhe sikur të ishte një ajet apo hadith, sigurisht që ne shohim që temat thelbësore trajtohen me disa ajete, me disa hadithe për të përfshirë të gjitha anët e saj. Nuk do të ishte e drejtë nga ana jote që të marrësh një hadith apo një ajet dhe të ndërtosh mbi të tërë metodologjinë tënde të trajtimit të një sektori. Sepse ehli sunnati wal jamaa pasuesit e pejgamberit alayhi salatu wassalam mbledhin ajete apo hadithe që trajtojnë një temë në të gjitha anët e saj dhe më pas ndërtojnë formën se si e zbatojnë këto urdhresa apo ndalesa si punojnë me to në jetën e tyre. Pra shumë e shëmtuar të bish në një fragment historie filan sahabi ka vepruar kështu, ose filan khalife nga khalife të muslimanëve ka vepruar kështu, dhe ti e merr atë karakter tënd. E merr karakter tënd si çu do të jesh. Do të jesh gjë egër, gjë ashpër se njerëzit hanë që keni me kom, nëse nuk je kështu, nëse nuk je ashtu, edhe frymë vetën tënde i jep nuanca fetare,
kështu ti nuk e për të arritur kur për të kuptuar nëse shejtani ty do të ngacmon e herë apo jo. Ka shumë mundësi që mund të lihet shejtani i ngacmuar për të i frymzuar, sepse jep argumente bindëse që ti përdori, domethënë, me të tjerë. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun. Nëse të vjen ty një çyti nga shejtani, pra është mirësi vetë të arrish kuptosh se kjo që më erdhi mua, është shejtani. Shmirësi vetë. Shumica njerëzve janë të privuar nga kjo pjesë. Nuk e dallojnë mendimin, ndjenjën, veprimin, është nga shejtani apo është tawfiq min Rabbil Alamin, është succes nga Allahu Azza wa Jalla. Kjo është sprovë vetë. Nëse e ndjen se të vjen shejtani dhe e kupton që për supozohet të jesh musliman, ta kuptosh këtë pjesë, fasta'id billah. Kërkon mbrojtje nga Allahu. Kërkon mbrojtje nga Allahu. Njerëzit sillu me të mirë, keqet largohen me të mirë. Shejtani kërkoi mbrojtje Allahut edhe e krye punën e shejtanit. Fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ai është dëgjuesi i lutjeve dhe i gjithdijshëm i Allahut subhanahu. Kërkon mbrojtje nga Allahu dhe e ketë kryer me armikun tonë, armikun Allahu subhanahu. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فلديني تقوى الله سبحانه وتعالى يزيد لك وزور لك صلى الله سبحانه وتعالى نبدأ نزور لك أسكت لك وجدي سبحانه وتعالى نبدأ نزور. Vëllezër të nderuar, është me rëndësi të madhe që çdo kush prej nesh ta peshoj vetën e tij me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Çdo pjesë që ne e quajmë fatkeqësi, çdo pjesë që ne nuk jemi të kënaqur me të në vetën tonë, në shoqërinë tonë, është për shkak se ne jemi larguar nga ligji i Allahut azza wa jalla. Nuk është mangësi burërie, nuk është mangësi karakteri, pjekurie, apo niveli, ulje në nivel, përkundrazi, që ti të jesh i bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se të tonë lidhje me Allahu subhanahu wa taala. E donë Allahun dhe Allahu të tonë. Nëse ti lidhesh me librin e Allahut azza wa jalla, me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e donë Allahun dhe të tonë Allahut. Dhe se në disa momente nga jeta kalon gjëra të cilat ta rëndojnë nefsin, shpirtin tënd. A mos vallë njeriu pretendon që të lihet në këtë jetë i pasprovuar, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mos vallë njerëzit menduan që të lehen atë të thonë këtë jetë dhe besuan dhe ata mos e sprovohen, në patjetër ne jemi në qabri. Ne kemi sprovuar të që ishit për para të. Wa ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu azza wa jalla do bëjë të ditur se cilët janë të sinqertë për tyre dhe cilët janë pretendues në mështarë. Pra çdo kush prej nesh e ka të qartë se kush. Të lexosh pak në librin e Allahut azza wa jalla, peshosh veten tënde me të, e din se ku je. Ke përgjigje për të gjitha situacionet tuaja shpirtërore, situacionet tuaja sociale, situacionet tuaja në stetin e Allahut subhanahu wa taala. I ke të qartë. Nëse të bëhet e qartë që nuk je aty ku duhesh, fatirru bi Allah. Atëherë ktheu tek Allahu subhanahu wa taala. Wa amma ila rabbika farghab. Kërko me dëshirë të madhe, ktheu tek Allahu azza wa jalla dhe kërko prej tij ndryshim, forcë,
Se kush kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu e strehon, e mbron, e ndihmon, I jep sukses dhe ja lehtëson atë që ai dje apo në jetën e tij të përparshme e kishte të vështirë. Allahu subhanahu wa taala në bëjë ata të cilët të dëgjojnë fjalët e tij të mirë, wa aqim as-salat.